Rreshtet e dendura të shiut kanë shkaktuar disa problematika në qarqet e vendit. Në bashkinë Kurbin puna po përqendrohet për pastrimin e kanaleve në Shpërdet, në përforcimin e argjinaturës së lumit Droj, sistemimin e rrugës në aksin Skuraj-Vinjoll-Gallat, si dhe mbushjen tek këmbët e urës së dëmtuar nga prujet e lumit Skuraj. Në bashkinë Mirdit ka prezencë gurësh në aksin Rreshen-Bukmir. Në njësitë Kaçinar dhe Fan janë dëmtuar disa uralisë automobilistike dhe ura pasarela. Në fshatin Tarazh ka dalje të projtë në tokat bujqësore, në qarkun Kukës, në disa rrugë ka rënje të gurëve, inerteve dhe vëshimit të ujrave. Të gjitha akset rrugore nacionale janë të qarkullueshme. Gjatë natës në bashkinë Has ka pasur dëmtim të një ure që lidh fshatin Dobrun me fshatin Bardhosh. Në Gjirokastër, rreshtet e dendura kanë bërë që Rroi Lazarati të dalë nga shtrati, duke krijuar vështirësi në lëvizje dhe rrezik për banorët pranë zonës. Prezencë të shtuar të ujit ka edhe pranuarës së Kardhiqit. Rreshtet e dendura shkaktuan situatë të rënduar në fshatin Navariz të bashkisë Finiq. Porroi fshatit të mbushur nga prurjet e shumta që vijnë nga mali, doli nga shtrati duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në banesa dhe biznese. Në Elbasan ka rënje gurësh në disa akse rrugore, Elbasan Qafthan, Elbasan Peqin, Elbasan Gjinar dhe në aksin rrugor Gramsh Moglic.